Bismillahirrahmanirrahim, dita e Bajramit. Me Bajramin, festat janë gëzime që i praktikojnë të gjithë popujt në një formë ose në një tjetër. Ato lidhen me formimin e shteteve, me ardhjen e pushtet të një mbreti ose pushtetari, me martesën e tyre, me stinë të motit, si pranvera, vera, vjeshta, dimri. Mirë po festat në Islam nuk janë me origjinë të tillë. Ato nuk lidhen me lindjen ose vdekjen e dikujt dhe me çështjet e tjera. Festat në Islam janë shumë të prekshme, të natyrshme, sepse lidhen gjithmonë me ngjarje të rëndësishme si agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Ditët e festave në Islam mbillin hare në zemra, gëzim në shpirtra, kultivojnë mëshirën dhe bashkëpunimin ndërnjerëzor. Prandaj, me të drejtë thuhet se ai që dëshiron të njohë moralin e një populli, duhet të studiojë festat e tij, të cilat paraqesin realitetin e ndjenjave dhe të traditave të trashëguara prej tij. Festat muslimane të shqiptarët kanë bërë që këto të fisnikërohen më shumë. Me dukshme kjo është sidomos në bajrame, kur para se të lindë dielli i asaj dite, buzëqeshjet i pushtojnë fytyrat e të gjithë njerëzve. Hareja mbretërore mbretëron në zemrat e fëmijëve të gjitha dheut tonë. Fitr Bajrami ose Bajrami i Ramazanit është quajtur dhe festë që ndan shpërblimet për ata që kanë agjëruar. Për ditën e parë të Bajramit, Allahu xhaleshanuhu thot në një hadith kutsi: "O robët e mi, për mua agjërua dhe për mua u falet. Thehuni tani në shtëpitë tuaja. Allahu ju ka bërë magfiret, ju ka falur. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jamia." Allahu thot Kur'an, me të vërtetë unë fali shumë. Jam falës i madh. Kur vjen dita e parë e Bajramit, me lajket zbresin tokë dhe ndalen në hyrje të çdo rruge e thrasin me zë që e dëgjojnë të gjithë çka ka kriju Zoti përveç njerëzve dhe xhenve. Thonë: "O umeti Muhamedit, dilni para Zotit tuaj fesnik i cili do t'ju shpërblej dhe do t'ju falë mëkatet tuaja të mëdha." Dhe kur ata besimtarët dhe besimtarët dalin për të falë Bajramin, Allahu xhaleshanuhu thot me lejgjvet e tij: "O melekët e mi, cili është shpërblimi i punëtorit kur të përfundojë punën e tij?" Ata i thonë: "O Zoti ynë i lartë madhreshëm, atij jepet shpërblimi." Atëherë ai thot: "Atëherë unë ju siguroj se falja dhe lutja e tyre me ka kënaqur mua dhe ka bërë që mëshira ime t'i përfshijë ata." U thoni atyre pasi të falin Bajramin, le të shpërndahen, pasi tani u afala të gjitha mëkatet. Çfarë duhet të bëjë çdo musliman ditën e Bajramit? Të pastrohet në mëngjes, të veshë tesha të bukura, të shkojë në xhami në këmbë, të hajë diçka para se të dalë nga shtëpia, të dalë për të falur namazin. Burrat, gratë dhe fëmijët, gratë që kanë menstruacionet nuk do të falen, por do të marrin pjesë në dëgjimin e hutbes dhe të ligjëratave që do të mbahen me këtë rast bashkë me tekbir dhe lutje. Uroj Bajramin atyre që takon. Namazin e Bajramit pejgamberi alayhis salam e falte në një fushë të hapur në afërsitë të xhamisë së tij, por ka ndodhur që disa herë ta falë edhe në xhami për shkak të shirave. Pejgamberi alayhis salam në ditë Bajramit i lejonte sahabët të merreshin me aktivitete të ndryshme, argëtuese e zbavitëse dhe të organizonin lojra të cilat nuk i praktikonin në kohë të tjera të vitit. Për këtë kemi edhe një hadith të transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha ku thuhet: "Hyri tek unë Muhamedi alayhis salam, aty kisha dy shërbëtore që po këndonin këngë, nga ato që këndonin Eusët dhe Hazrexhet para Islamit. Ai ushtri në shtrojen e tij dhe ktheu kokën. Ndërkohë hyn edhe Abu Bekri, i cili më çertoi duke më thënë: Zënat e djallit po i lëshoni." Pejgamberi alayhis salam ju afroi atij dhe i tha: "I lër ato", dhe pasi mbaruan ato, shkuan. Lexuesi i nderuar, në fund le të mësojmë se si musliman që jemi, ne kemi dy lloj festash. Një festë që përsëritet çdo javë dhe dy festat e tjera që vijnë nganjëherë në vit pa u përsëritur. Dita e Xhumë është festë pra e premtja që lidhet me kohët e namazit çdo javë, të cilat besimtarët musliman i praktikojnë pra gjatë javës. Le të rikujtojmë se Xhumaja është dita kur u kriju gjithësia, dita kur u kriju Ademi, dita kur ai hyrë në xhenet, si dhe ajo kur doli prej tij. Në një ditë të tillë do të përfundojë kjo botë dhe po në këtë ditë do të bëhet Kiameti. Dhe tashmë pra përcollëm muajin e Ramazanit, muajin më të dashur dhe më të nderuar nga Allahu xhaleshanuhu, dhe fitoi ai që fitoi në këtë muaj, kush fitoi dhe kush humbi, humbi. Ka humbur ai që nuk kreu detyrat e agjërimit, duke rrëzuar kështu një shtyllë të fesë së tij. Ka humbur ai që ka agjëruar me kërkesat e tij të barkut dhe të epshit, ndërkohë që gjymtyrëve tjera u ka dhënë liri, duke shikuar atë që Allahu ka ndaluar, duke dëgjuar atë që ai ka urrëtur dhe ka vepruar atë që hidhron atë. Këta njerëz u dhanë të drejta zemrave të tyre të sorrollaten, të enden dhe gjezlisen në kënaqësitë e kësaj bote, ta çojnë kohën në lojë e kotësi. Ka humbur ai që u tregu drejtëngus dhe kopras ndaj vëllezërve të tij, duke mos dhënë atyre atë që u takon nga mirësitë që i ka dhënë atij Allahu në një muaj si Ramazani. Kur mirësitë shpërblehen në këtë muaj të bereqetshëm, ka humbur ai që nuk i dha besën Kur'anit, duke humbur shansin e shpëtimit me përmendjen e Zotit, duke mos ndjekur rrugën që ndoqen të dashurit e Allahut. Prandaj fitoja ai besimtari i cili agjeroi dhe bëri agjerimin vetëm për Allahun për të fituar kënaqësinë e të Madhit Allah te barekuta. Dhe padyshim
pra agjeruesi kishte 2 gëzime dhe do të ketë 2 gëzime. Një gëzim pra kishte kur bënte iftarin dhe gëzimin tjetër do ta ketë kur do ta takojë Allahun te bareke ve taala. Allahu i shpërblen vepërmirët të cilët gjatë gjithë këtij muaji kanë agjeru, kanë dhënë sadaka, kanë bërë punë të mira, pa dyshim që te Zoti do të kenë hajbet, do të kenë përgëzim të madh, do të kenë lumturi të madhe dhe pa dyshim Allahu do t'i shpërblen vepërmirët.